Shikosë nderuar të RTI-s, selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Takojmë edhe sot në emisionin Në hijen e mëshirës gjatë ditëve të Ramazanit këtu në RTI, si zakonisht nga ora 16. Për sot do të flasim për temën agjerimi i gjuhës me Hoxh Bekim Kokollarin nga Suarika. Hoxh, selamu alaikum, mirë se erdhe. Aleikum selam wa rahmetullahi wa barakatuh. Mirë se u gjej. Para se dalim tek tema për shka jemi dakorduar për agjerimin e gjuhës, si është atmosfera e Ramazanit në Suarik apo në rrethinën që jetoni atje? Të falenderoj shumë Naim për ftesën. Ju përgëzoj për këto emisione mjaft të qelluara, sidomos në këto ditë të bekuara të Ramazanit. Sa i përket pyetjes suaj, vërtet është interesant që ka një pranim shumë të madh. Është një atmosferë, bëhet një atmosferë madhështore në xhamit tona për namazin e taravive. Ndoshta shkak ka dhe arsye është edhe tani që jemi në orën dimrore, edhe njerëzit i përfundojnë normal punët, angazhimet e tyre, edhe kanë kohë dhe hapësirë, si themi më të madhe, që t'i përkushtohen teravive, faljes e tyre me xhamat e kështu me radhë. Pra është një atmosferë mjaft madhështore dhe e bukur në këtë ditë të bekuara të Ramazanit. Atëherë, pra, agjerimi i gjuhës, fillimisht na shpjegoni se sa është rëndësishme gjuha në jetën e njeriu dhe pse Allahu e ka përmendur në Kur'an. Gjuha është një prej mirësive më të mëdha që Allah xhaleshanuhu ja ka dhëruar njeriut. Pra nëpërmjet gjuhës, Allah subhanahu wa taala e ka lënë si një mjet për komunikim ndërmjet vete njerëzit me ta. Por në të njëjtën kohë me gjuhë kemi mundësi që ta falenderojmë Allahun për gjitha ato begati cilat i posedojmë. Shpeshherë gjuha është një mjet me cilën, siç e përmenda, mund ta falenderojmë Allahun për gjitha ato begati cilat i posedojmë. Nëse ne e ruajmë ata, është mjet që e falenderojmë Allahun, bëjmë dhikr, lexojmë Kur'anin, flasim fjalë të mira, por në njëjtën kohë nëse keq përdorim atë mund të shndrohet në mjet për ndarje, prishje, miqësisht e kështu me radhë. Allahu i Madhreshëm në Kur'anin fisnik kur ja kujton robit, besimtarit për shumë begati cilat i ka begatu ata, e përmend edhe gjuhën në Kur'an. Ku thot Allah subhanahu wa taala, alam naj'al lahu aynayn, a nuk ja kemi dhëruar atij dy sy, wa lisanan wa shafatayn, i kemi dhënë një gjuhë kujtuese, përkujtuese, e cila e shqipton fjalën më të mirë, shahadetin, por në njëjtën kohë edhe në të njëjtën kohë ajo mund të jetë shkak Zotin e ruajt edhe për mohim ndaj Zotit xhaleshanuhu. Andaj përmes saj njeriu mund të arrijë ta fitojë kënaqësinë e Allahut të madhruar, por me anë të saj Allahu na ruajt mund edhe të shkojnë në humner drejt humbjes. Dietarët flasin për 3 shkallë të agjerimit. A mund na shpjegoni dallimin mes këtyre shkallëve? Agjerimi nuk është vetëm në thjesht një akt fizik, por është një proces i edukimit të shpirtit. Këtë ndarje, cilën sapo zënë në gojë, e ka përmend shumë dietar, por e shënon Ibn Qudam al-Maqdisiu në librin e tij Minhaj al-Qasidin, thotë që agjerimi ndahet në 3 lloje apo 3 shkallë. E para, agjerimi i rëndomt, të cilën e bëjnë pjesa dërmuese e njerëzve, siç është largimi nga haja, nga pija dhe kontaktet intime mes bashkëshorteve. Pastaj vjen një agjerim më i veçantë. Cili është ai agjerimi? Është ruajtja e shikimit nga gjërat të cilat i ka ndaluar Allah subhanahu wa taala. Ruajtja e gjuhës, ruajtja e dorës, këmbës, dëgjimit dhe gjitha gjymtyreve tjera trupore nga ndalesat e Allahut të Madhreshëm, dhe shkalla më e lartë e agjerimit, cilën e përmend ky dietar i respektuar, është edhe atëherë kur më i veçanti agjerimi i zemrës nga gjitha pasionet apo dëshirat e ulta që largojnë njeriu nga Allah i lartësuar dhe largimi i rrezikshëm nga çdo gjë tjetër përveç Allahut të Madhreshëm. Gjuha në ka një fuqi të jashtëzakonshme. Ajo është e vetë një pjesë e trupit tërësisht e përbëm nga mishi,
dhe që largohet në gjitha drejtimet. Prandaj edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith thotë që sa herë që biri i Ademit kurdo që zgjohet në mëngjes, gjymtyrët e tij e pasojnë dhe i thojnë gjuhës, gjymtyrët e tjera të trupit, ki kujdes ndaj nesh. Ka se ti nëse je drejt, flet mirë, flet fjalë të heshme, atëherë edhe ne jemi në rregull. Por në të njëjtën kohë, nëse bëhesh arrogante e korruptume, flet jo heshëm, atëherë edhe ne pra veprojmë apo devijojmë. Për këtë arsye edhe shpëtimi i besimtarit lidhet ngushtë me shmangjen prej fjalëve të kota. Pra po i bie që çdo agjërues përveç që të abstinon nga ushqimi duhet të ketë shumë parasysh çështjen e gjuhës. Gjithsesi, nga se në një hadith tjetër cilën e përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë që ai i cili men lam yada qawl az-zuri wal amal bihi wal jahla laysa lillahi haja an yada'aha ta'amahu wa sharabahu. Ai i cili nuk i lën fjalët e kota dhe veprimin me ta, edhe sjelljen me ignorancë, atëherë Allah xhaleshanu nuk ka nevojë nga një njeri që ai të lërë hajën dhe pijen. Nëse ne pra nuk i lëmë fjalët e kota, dëshminë e rrënjshme e vazhdojmë si themi dëshmojmë rrënjshëm, nuk i bëjmë si themi disa punë të mira, apo e vazhdojmë ndoshta me mashtrimin në tregti, në biznes, apo kudo qoftë, atëherë as Allah i Madhërisht nuk ka nevojë që ne të abstinojmë nga haja dhe pija. Ku qëndron shpëtimi, pra sipas haditheve të pejgamberit alayhis salam? Në një rast pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pyet një shok dhe sahabi i tij, men najah, ku qëndron shpëtimi ja Rasulullah? Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i përgjigjet dhe thotë që në kohët e trazirave, në kohë ku janë kohët e të llovitura, shpëtimi thotë emsik në gjanën e parë me cilën e këshillon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i thotë emsik alejke lisanek, mbaje gjuhën tënde, kontrolloje gjuhën tënde, mos e lço gjuhën tënde pra në gjëra të padobishme. Pastaj thot walzam bejtek, qëndron në shtëpinë tënde, që na rikujton të ndajmë kohë edhe më shumë me familjet tona. Ramazani, sidomos këto ditë të bekuara të Ramazanit, janë një mundësi shumë ideale, shumë e mirë që të qëndrojmë më shumë edhe me familjet tona. T'ja mësojmë fëmijëve tanë, si themi edhe disa rregulla rreth ndoshta dispozitave të agjerimit. T'ja mësojmë, si themi, sirën, jetën e shkrimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të qëndrojmë më pranë, si themi, nënave tona, grave tona, familjarëve tanë, farëfisit tonë, cilën në rrethon e kështu me radhë. Dhe e treta, emsika alejke lisanek, wabki ala khatiyatik, dhe çaj për mëkatin tënd. Pra ne shpeshherë jemi të gjithë njerëzit, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, janë gabimtar, mund të gabojnë, qoftë me dije apo pa dije, mirë po besimtari më i mirë është ai i cili pas gabimit përmirësohet, pendohet. Kjo çaj për mëkatin tënd është që besimtari duhet ta ketë veten e tij në kontroll, si themi, t'i bëj për llogaritje vetes së tij dhe t'i kujtoj ndonjë gabim ku ka mund të gaboj dhe të përmirësohet. Po bie që ose po lën të kuptojmë që është më mirë të jemi më të mbyllur gjatë Ramazanit në shtëpi me ambientin familjar dhe mos lëvizmi shumë lart poshtë për shkak të angazhimit që mund me i pas. Po kur është mundësia me qëndru më afër tyne, normal është më mirë të qëndrojmë me to, porque nuk në kupton që t'i lajmë punët edhe angazhimet tona ditore edhe të mbyllmi brenda shtëpive tona. Për shembull, nuk duhet ta përjashtojmë faljen e namazeve ditore me xhamat. Pra namazi me xhamat e kemi, është vajib, është detyrë apo është sunet shumë i fortë që nuk duhet të menjënohet nga ana e besimtarit.
pastaj namazin e teravive. Në fillim të Ramazanit e shohim që gjithë besimtarët kanë një entuziazëm më të madh për të falë teravit, mirë për në kohën kur afrohet ndoshta fundi i Ramazanit, ai mesi më i art ku sikur një garues që duhet ta jap angazhimin e tij, mundin e tij më të madh, që është stërvit me ditë të tona, ndoshta disa besimtar çka largohen e vremin në lloj largimi, ndoshta ka mesi i Ramazanit, pra lodhen aty ku s'do të më lodh. Lodhen në kohën bashkë ku nuk duhet më lodh. Po, lodhen bashkë në kohën ku duhet t'japin maksimumin nga vetja e tyre. Atëherë hoxh, çka nuk kuptoj më saktësisht ruajtje të gjuhës? Kur themi për ruajtjen e gjuhës, normal ne po flasmi si ta ruajmë atë jashtë Ramazanit, si në Ramazan, por ruajtja e gjuhës në kupton distancimin nga gjanat e ndaluara, sidomos nga gënjeshtra, nga përgojimi, gibeti dhe çdo gjë tjetër e panevojshme. Allah i lartësuar na thot në Kur'an: Ja ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. O ju besimtar, jeni të devotshëm ndaj Allahu xhelle shanuhu, keni frikë respekt, ndrohen ndaj tij dhe thoni vetëm të vërtetën. Pra, siç e dimë ne, prej synimeve më madhështore të agjërimit të Ramazanit është arritja e devotshmërisë ndaj Allahu xhelle shanuhu. Andaj Allahu në një ajet tjetër po thot: Ja ayyuhalladhina amanu taqullaha, si ne përmendim këtë ajet shpesh në hutbet tona të xhamas, o ju të cilët keni besuar, keni frikë respekt, ndrohen ndaj Allahu xhelle shanuhu, jeni të devotshëm ndaj tij dhe thoni vetëm të vërtetën. Pas kësaj çfarë do ndodh? Në jetën e jetë, Allahu subhanahu wa taala jep përgjigjen ku Allahu i lartëmadhëshëm thot: Yuslih lakum a'malakum. Allahu xhelle shanuhu do t'ja përmirësoj juve veprat e juve. Do t'i bëjë besimtar më të mirë, do t'i bëjë besimtar më të përkushtueshëm. O yaghfir lakum dhunubakum. Do t'ja fal gjunat e juve, lëshimet apo gabimet të cilat pra i keni bën, qoftë ato me dije apo pa dije. Dhe pastaj përfundon ajeti kuranor ku Allahu i lartëmadhëshëm thot: "Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." E kushdo që i bindet Allahut dhe të dërguarit e tij, ai më të vërtetë do të arrijë një fitore madhështore, pra e cila është hymja në xhenetin e Allahut subhanahu wa taala dhe largimi pra nga zjarri. Allahu na ruaj prej tij. Amin. Në jetën e përditshme, cilat fjala apo veprime duhet të shmangë një besimtar për ta ruajtur gjuhën e tij apo të saj? Po, siç e përmenda edhe më herët, besimtari duhet të shmanget nga gënjeshtra. Nuk i ka hije një besimtarit pra që ai të gënjej. Nuk i ka hije një besimtarit që ai të përgojoj. E kemi ajetin kuranor ku Allahu xhelle shanuhu thot: Ja ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann inna ba'da adh-dhanni ithm. O ju të cilët keni besuar, menjani shumë dëshime, shumë paragjykime, dhe nga se shumë prej tyre janë gjunaf tek Allahu i lartëmadhëshëm. Dhe vazhdon ajeti: mos e shpjenoni njëri tjetrin, mos e përgojoni njëri tjetrin, a mos vallë dëshirojnë ndonjë nga ju që ta haj mishin e vllaut të tij të vdekur, gjë që ju e urreni. Pra, gibeti, përgojimi si jashtë Ramazanit është një gjuna apo një mëkat jashtëzakonisht i madh, edhe që njerëzit ndoshta shpeshherë nuk janë të vëmendshëm ndaj tij dhe shumë lehtësisht njerëzit mund me ranë në ta. Prandaj Allahu i lartëmadhëshëm thot për ta krahasuar shëmtinë e këtij mëkati, e krahason njësoj sikur me ngran miqin e vllaut tënd të vdekur. Në momentin ti kur e përkujon dikën, gibe rrjedh nga fjala gabe. Pra, po e përmend dikën i cili është mungon. Pse e bën këtë krahasim Allahu i lartëmadhëshëm? Për faktin se ti kur e përmend dikën i cili mungon nga ai mezhlis, ai takim ku je me të, ai nuk ka mundësi të vetë mbrohet. Sikur se i vdekuri i cili nuk ka mundësi, nuk flet, nuk është i gjallë, çka do të ti thush atina nëse e lavdron apo e shan, ai s'ka mundësi më të kthej përgjigje. Njëjtë edhe ai i cili është larg prezencës tonë, larg syve tu dhe ti e përgujon, atëherë
ai nuk mund të vetë mbrohet, edhe krahason Allahu xhallahu shanuhu e bën këtë krahasim për na tregu shëmtin e kësaj vepre që e ka pra gibeti. Në badëdhan e ithëm, nga se disa dëshimi janë se themi gjëna, edhe mos e përgojnë një tjetrin, mos e shanin një tjetrin, e kështu me radhë. Çfarë të themi atyre që pra në gjatë Ramazanit kemi kësi muhabete që thonë që filani po agjeron, por vazhdimisht flet keq për të tjerë, vazhdimisht ban gibet, nuk i nalët gjuha. Thotë kot po agjeron. Pra gjykimi i tij kuptohet apo i saj, por ne kemi edhe nga ata që agjerojnë që pra nuk është ruan fort prej gjuhës. Ruajtja e gjuhës është as thelbësore në emër, saqë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka lidhur drejt për drejt edhe me xhenetin, hyrjen në xhenet. Ku në një hadith të tij pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë që men yadman li ma bayna lihiyehi wa ma bayna rijlihi admin lahu al-janna. Kush ma garanton atë që është mes dy nofllave, në rend të parë gjuhën, dhe me atë që është mes dy këmbë, unë ja garantoj xhenetin. Kuala don pra ai i cili është njeri i ndershëm dhe ruan dëshminë e tij. Po çka lidhet me kët? Pra e para, gjuha. Nëse një njeri ti mund të jesh në emër besimtar i devotshëm, mund të jesh në besimtar i mirë, po ndoshta pak lëshohesh nga gjuha. Njerëzit nuk ndihen rahat me nejt me ty. Ose i thumbon, ose i nënshmon, ose i bollizon, i ndoshta dikush është ndoshta shumë njeri i mirë, shumë besimtar i përkushtuar, por është njeri cinik. Njerëz nuk ndihen rahat në afërsinë me ta, komunikimin me ta. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e nis fillimisht me gjuhën, thotë ai i cili në rend të parë ma garanton gjuhën, atë që është mes dy nofllave, ja garantoj xhenetin. Pastaj vije në rend të dytë edhe ruajtja e ndershmërisë, që njeriu të jetë i moralshëm, të jetë i ruajtur, të largohet nga haramat e dukshme, siç janë zinaja edhe të tjera. Pra, në një farë forme, pra gjuha është një garanci për hyrjen në xhenet. Për një njëjtën kohë, nëse ti je besimtar i mirë, sipas këtij hadithi, por nuk e ruan gjuhën tënde, je ndoshta gjuhë shtuar, nuk i garancë sipas këtij hadithi apo fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që do të futesh në xhenetet e tina. Pra, me një fjalë edhe një hadith tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë që innal abda li yatakallamu bi kalimatin min ridwanillah la yulqi laha balan. Ndodh që vërtet njeriu ka mundësi ta thotë një fjalë që është prej kënaqësisë së Allahut, është një fjalë e mirë, është një fjalë e sinqertë, edhe nuk i kushton në atë momentin që e thot, nuk i kushton vëmendje të madhe, por me çat fjalë ajo bën shkak që Allahu i Lartëmadhërisëm me ngrit ato në shkallat, në gradat të larta të xhenetit. Ndoshta ka ardhur dikush ka qenë në një siklet të madh, edhe si vëlla musliman, si besimtar, ta ka kërkuar një këshill. Edhe ndoshta për ty ka qenë një këshill shumë e thjeshtë, po ka qenë e sinqert nga zemra, edhe i ka bërë dobi çati njeriu, Allahu xhallahu shanuhu përmes çasaj fjale të bukur dhe të mirë, të ngrit gradat tua në xhenetet e tina. Por në njëjtën kohë ndodh që njeriu le të kellem bi kalimatin min sakhatillah, ndodh që njeriu të flet me ndonjë fjalë që e hidhron Allahun e Lartëmadhërisëm. Nuk i kushton vëmendje të madhe në momentin që e thot, ajo bëhet shkak që njeriu Allah na ruaj të hyjë në zjarrin e xhenemit thedh e ma thedh. Amin. Disa sahabë si Enes radiallahu anhu dhe të tjerë, por edhe dietarë si Hasan el Basriu theksojnë rëndësinë e kontrollit të gjuhës. Pse është ky virtyt kaq thelbësor? Për faktin që me që përmende Enes ibn Malikun, Enesin radiallahu anhu, Enesi thot nuk e ka dro Allahun ai i cili nuk është njeri i devotshëm, ai i cili nuk mund ta kontrollojë gjuhën e tij. Pra jemi në muajin e bekuar të Ramazanit, i gjithë agjërimin të cilën e bëjmë është synim arritja e devotshmërisë ndaj Allahut xhallahu shanuhu. Me devotshmërinë ne kuptojmë që njeriu ka normal definicione të ndryshme, po ai më i përafërti
është që njeriu t'i zbatojë urdhrat e Allahu xhaleshanu. Kur mund të jetë njeriu i devotshëm, atëherë kur i zbaton urdhrat e Allahut subhanahu wa taala, urdhëresat e tina dhe largohet nga ndalesat e tij. Njeriu për të arritur këtë devotshmëri duhet ta kontrollojë gjuhën e tina. Nuk i ka hije për shembull një besimtari në ditë të Ramazanit, fjala vjen agjeron gjatë ditës, falet gjatë natës, ndoshta i fal namazet me xhamat, lexon ban lexim të shumt të Kuranit fisnik, edhe kur afrohet pak koha e iftarit, ndoshta i bërtet nanës së vet, ai bërtet shoqës së tina, i bërtet motrës së tina, ku është ushqimi, a u bën iftari, a këso, nuk e kontrollon gjuhën e tina. Prandaj me drejt edhe Enesi radhiyallahu anhu thotë që nuk mund të konsiderohet një njeri besimtar i devotshëm dhe i mirëfillt nëse ai nuk e ka në kontroll gjuhën e tina. Si sahabët, njashtu edhe gjeneratat e para të muslimanëve kanë pas një kontroll të jashtëzakonshëm ndaj gjuhës së tyre, qoftë në Ramazan, qoftë edhe jashtë Ramazanit. Prandaj edhe Hasan al-Basriu në një thënie tjetër të tina thotë që ma aqala dinahu man lam yahfaz lisanahu. Nuk e ka kuptuar fen e tij ai që nuk ruan gjuhën e tij, gjuhën e vet. Pra ti po prezanton derse të shumta ndoshta të hoxhallarëve, ki vite të tëra në Islam duke lexuar Kur'an, duke lexuar fjalët e Allahut, siç e përmendëm edhe më herët që thoni njerëzve fjalë të mira, fjalë të sinqerta, bëhuni të sinqert, bëhuni dëshmos të së vërtetës, prezanton në derse të ndryshme të hoxhallarëve, lexon libra të mirëfillt, por të njëjtën kohë gjuha jote është ndoshta gjuha e njëjtë, gjuha rrugaqërie, gjuha linçuese, bullizuese e kështu me radhë. Prandaj edhe Hasan al-Basriu thotë nuk ka kuptuar, themi shkurtimisht, asgjë nga feja ai i cili nuk e kontrollon gjuhën e tij. Nëse marrim sahabët tjerë, e kemi edhe Ata ibn Rabahun që thotë që ata cilët ishin para jush e kanë urry teprimin në fjalë. Përveç atyre që e konsideronin pra teprimin në fjalë, përveç leximit Kuranit, urdhërimin për të mirë, ndalimin nga keqja ose nevoja të përditshme në njerëzit që kanë nevojë dhe komunikojnë ndërmjet vete. Prandaj Allahu i Madhëshëm për bisedat tona në Kur'an thot: la khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bayna an-nas. Në shumë prej bisedave të cilat i bajnë njerëzit, s'ka hajër mirësi në to, përveç rastit që kur dikush kërkon që të jepet sadaka, të jepet lëmosh, të bëhet një punë e mirë, ose të kryet një vepër e mirë, apo kur ti bëhesh shkak për paqësim mes njerëzve. Janë dy njerëz në ngatresë të ngatruar me njëri tjetrin, dhe ti orvatesh dhe përpiqesh që këta dy njerëz me i përmirësu, atëherë kjo konsiderohet një bisedë e freskshme e hajrit, cilën e vlerëson Allahu i Madhëshëm me ajet kuranor në Kuranin fisnik. Si mund të përdoret fjala si mjet për të fituar kënaqësinë e Allahut dhe për të shmangur dënimit? Po përmend edhe më herët gjatë emisionit në që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith të tij thotë që men lam yada qawla az-zuri wal amal bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun an yada ta'amahu wa sharabahu. Kushdo që nuk e braktis gënjeshtën dhe të veprumit me ta, pra qoftë në tregti, qoftë në biseda të përditshme, dikush gënjeshtën Allah në rujt e ka ushqim të tij të përditshëm. Sjelljen ignorante, ne shohim naim edhe këtë duhet ta theksojmë, për shembull që ne e dim fort mirë që Allah i Madhëshëm i prangos djajt gjatë muajit të bekum të Ramazanit. Por ka disa njerëz që aq shumë ndoshta jashtë Ramazanit, gjatë 11 muajve, djalli ka punuar me ta, saqë s'ka nevojë ai që t'i cyt besimtarët, por i shfrytëzon njerëzit, ata njerëz e djallëzuar me mendimet e djallëzuar, të cilët e shohim shpesh herë që kemi provokime për njerëzve,
ne shohim në rrjetet sociale, në komentet e ndryshme, çdo tematikë e cila bëhet që ka të bëjë me fenë islame, gjejmë gjuhën linçuese, gjejmë gjuhën bullizuese, edhe nënçmuese ndaj besimtarëve. A nuk kupton kjo që ne tani t'ia kthejmë atyre me monedhën e njëjtë? Asesi, ne patjetër që jemi në një grad më të lartë se sa ata. Neve nuk na takon t'ia kthejmë atyre, nëse dikush sillet me neve me ignorancë, të sillemi edhe ne pra me të njëjtën monedhë, të sillemi me ignorancë ndaj tyre. Prandaj edhe pejgamberi Allahu i Madhërisht realisht në Kur'anin fizik thotë që besimtarët kur i lavdron në surën Al-Mu'minun i përmend ai disa cilësi të besimtarëve, thotë besimtarët e sinqert, ibadur Rahman, robërt e Allahut, janë ata të cilët që kur ndonjëherë xahilët, ignorantët ju drejtohen atyre me fjalë linçuese, poshtruese, çfarë do fjalë që sa, çka bën ato, thonë selam. Paqe qoftë mbi ju, pra nuk ja kthejnë me monedhën e njëjtë. Prandaj besimtari kompletohet vetëm atëherë kur i plotson këto virtyte të gjuhës, e para ruhet nga haramet të dukshme të gjuhës, siç janë përgojimi, thashëthemet, shpifja, bullizimi, poshtrimi, lënçimi të tjerëve, gënjeshtra kështu me radhë. Ruhet nga gjanat e papëlqyeshme, për shembull një kategori se si mund ta ndajmë gjuhën është edhe kjo, që e përmenda ruajtja e saj nga haramet, ruajtja e saj nga gjanat e papëlqyeshme. Ti ndoshta e thu një fjalë me gjuhën tënde, ajo është halal. Nuk është as halal as haram. E këshillon ndoshta dikan, po ndoshta e këshillon me ndonjë qëllim apo varet ç'e thu. Në varet ç'e thu, nuk është ndoshta forma e pëlqyeshme, si themi, me cilën e këshillon atanën, edhe ruhet pra besimtari nga fjalët e tepërta. Përveç kësajna, si ta shfrytëzoj konkretisht, ta shfrytëzoj me gjë nëse nuk e angazhon gjuhën me gjëra të dobishme, me gjëra të mira, atëherë domos ajo duhet të ajo angazhohet me gjëra të kota. Mund ta angazhojmë ata me lexim të Kuranit, me përmendje, dhikr ndaj Zotit xhaleshanuhu. Realisht edhe Ibn Qayyimi kur pyetet se cilët janë agjëruesit më të përsosur, cilët e kanë agjërimin e tyre më të përsosur, më të mirë, është thotë janë ata besimtarë që më së shumti e përmendin Allahun xhaleshanuhu, e kujtojnë Allahun e Madhërisëm gjatë agjërimit të tyre. Pra dhikri qoftë jashtë Ramazanit, qoftë edhe në Ramazan, ka një vlerë jashtëzakonisht të madhe, është një ibadet i thjeshtë që nuk ka nevojë ne me marr abdes, më drejtu ndoshta nga kibla, po kudo që jemi në ambiente të pastra, qoftë në tregje, në shtëpi, në familjet tona, në bizneset që i bëjmë, e përmendni Zotin xhaleshanuhu, nga se siç thot edhe Hasan el-Basriu, përmendni Allahun e Madhërisëm në tregjet tuaja, në vendbanimet tuaja, kudo që të jeni, nga se ju nuk e dini se kur zbret pra mëshira e Zotit xhaleshanuhu. Pra të rujmë atë nga fjalët e tepërta, mund të përmendim edhe një hadith që, jo hadith, realisht fjalë të Amr ibn al-Asit, një sahabiu të ndershëm i cili thotë që el-kelamu kad-dawa, fjala në emër është sikurse ilaçi. In aqlalta minhu nafa wa in aktharta minhu qatal. Nëse përdor pak prej tina, bën dobi, por nëse e shton merr një mbi dozë të ilaçeve, atëherë mund edhe të mbyt apo të dëmtoj. Në një rast tjetër përmendet për Ebu Bekrin radiallahu anhu, në një ditë Omer radiallahu anhu e pa Ebu Bekrin që subhanallah e kishte nxjerr ndoshta gjuhën e tij. Thotë çdo me ty ja Khalifet Rasulillah, o si themi khalife i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë tha Ebu Bekri radiallahu anhu që kjo është ajo që më ka futur në të lashe të madhe, duke aludu që gjuha, nëse nuk e kemi në kontrollin ton, mund të jetë bërim edhe i shumë gjanëve pra të këqija. Prandaj ne si besimtar për qenë të kompletun, për qenë të stëlisur me këtë virtyt
të çmueshëm, siç është ruajtja e gjuhës, qoftë në Ramazan apo edhe është Ramazanit, duhet ta ruajmë gjuhën tonë nga gjanat e ndaluara, nga gjanat e papëlqyeshme, nga gjanat e tepërta, duke marrë për shembull gjitha këto ajete, hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe historikun e sahabëve, shokëve të tij radiallahu anhum dhe njerëzve dhe burrave të mirë të muslimanëve përgjagjeth historisë së tyre. Të Hoxhemi ka fundi këtij misioni në fakt në fund, një këshill krejt për rreth temës në fjalë që pak a shumë e diskutuam, që është temë gjatë, por kaq kishim kohë dhe hapësirë. Po tema, siç e përmendë edhe ti, ka fjalë të ndryshme, por mund të them që ne si besimtar duhet ta marrëmi fen me seriozitet. Duhet ta marrëmi fen me përkushtim. Allahu subhanahu wa taala kur flet për Yahyan, thot në Kur'an: "Ya Yahya, khudhil kitabe bi quwa." O Yahya, roke fort librin që ka për qëllim të vratin. Pra, komentatorët e Kuranit apo tefsirologët në koment të këtij ajeti thonë që kihet për qëllim që në atë kohë i ka thënë Yahya Allahu subhanahu wa taala që mësoj elfadet e librit, shprehjet e librit, në njëjtën kohë zbatoje ato në praktik. Pra, feja don përkushtim, don sinqeritet, dhe Yahya e çoi emanetin e Zotit në vend. Edhe të jemi të kujdesshëm nga fjalët të cilat i nxjerrmi nga gjuha jonë, nga goja jonë, nga se në surën Al-Qaf Allah subhanahu wa taala tregon ku thotë që ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Për çdo fjalë që ai thot, besimtari, pra muslimani, ka pranë vetes një mbikëqyrës të gatshëm për ta shënuar ata. Mos mendojmë që fjalët të cilat i thonë, ato nuk shënohen dikun. Ato mbeten, shënohen në fletushkat tona, nëse janë fjalë të mira, fjalë të drejta, fjalë të qëlluara, do ta gëzojnë besimtarin në ditën e llogarisë, por Zoti na ruaj nëse ato janë fjalë të këqija, janë bullizime, gënjeshtra, e kështu me radhë, atëherë nuk do t'i bëjnë dobi besimtarit në ditën e llogarisë. Ti mbushmi këtë ditë të bekuara të Ramazanit me lexim të Kuranit, me përmendje të Zotit xhaleshanuhu, me afërsi me njëri tjetrin, me vizita të ndërsjellta me njëri tjetrin, mes familjarëve tanë, të forcojmë lidhjet familjare me njëri tjetrin nëpërmjet ftesave të ndryshme, nëpër iftare të ndryshme, nëpër takime të ndryshme, e kështu me radhë, dhe kësaj inshallah lusmi Allahun xhaleshanuhu që këtë Ramazan ta përfundojmë ashtu siç është më së miri, si një mysafir të begatshëm, dhe dalmi nga Ramazani, nga muaji i bekuar Ramazanit, me gjunahe të falura, me pendim të pranuar, dhe me agjërim të pranuar dhe vepra të pranuara tek Zoti i Latëmadhëshëm. Amin. Atëherë Hoxh, këto është fundi për sot, po shpresojmë që do të takohemi hera tjera. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe për ju, kisha kënaqësinë të jem në mesin tuaj. Paraprakisht kemi bën disa prononcime nga distanca, por realisht kjo është emisioni i parë drejt për drejt me ju. Allah ju shpërblet suksese në të ardhmen. Amin, Allah ju shpërblet. Amin. Të nderuar shikues, kaq për këtë emision, takohemi në emisionin tjetër. Ju vazhdoni edhe më tutje të qëndroni me programet e RTV-s.